Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja përse duhet të konsumoni sa më shumë qep. Askush nuk ka tregon problemin që trajtojnë. Qepa është një nga perimet më të mira për shëndetin tuaj. Ajo mund të shkaktojë lotime në prekjen e parë, por gjithashtu trupi do t'i jap shumë vlera të pakrahasueshme, që e bëjnë një nga perimet më të mira për të përfshirë qoftë në gatime ose edhe në ushqimet tuaja të përditshme. Gjithashtu, qepa mund të përdoren në mënyrë efikase kundër eceve, rënjes së flokut, infeksioneve të veshit e të tjera. Sipas ekspertëve të Healthline, në këtë video do të rendisim disa nga produktet më të mira ushqyese që mund t'i realizoni me qep dhe arsyet kryesore pse duhet ta keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja të përditshme. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër shqetësimeve të kollës. Qepa përmban sulfur, i cili gjithashtu mund të luftojë bakteriet që shkaktojnë kollë dhe të sjellë rezultate mjaft të mira në këtë drejtim. Prisni një gjysmë qepe holl, e spërkasni atë me sheqer kafe ose me mjalt dhe shoqëroseni dhe e konsumoni 2 herë në ditë për të mbajtur gjithashtu larg problemet e kollës. Bllokimi i rrugëve të frymëmarrjes mund të jetë një problem i përditshëm, sidomos gjatë luhatjeve të temperaturave, por qepa mund të jetë një zgjidhje dhe një aleat i mirë për shëndetin tuaj në këtë drejtim. Përzieni qepën e grirë me vaj të arës së kokosit dhe më pas e lyeni kraharorin. Mbulojeni me një peshqir dhe vendosni qep që të ndihmojë në zhbllokimin e rrugëve të frymëmarrjes dhe të mbajë larg gjithashtu edhe problemin e sekrecioneve. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë për uljen e temperaturës trupore. Nëse keni temperaturë, lyeni edhe këmbët me vajin e arës së kokosit dhe më pas pjesën e barkut e mbuloni me feta të hollë të qepës. Sipas Brightside, kjo është një mundësi shumë e mirë për të mbajtur temperaturën konstante të trupit. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë kundër të vjellave. Grini qepën holl e vendosni në një nap dhe shtrydhni lëngun. Më pas shtoni pak çaj në energjiku të ngrohtë. Pasi lëngu të jetë të ftohur, pini një lugë çaji dhe do të keni një mundësi mjaft të mirë për të mbajtur larg të vjellat. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër infeksioneve të veshit. Ngrini një qep të plotë dhe më pas e fusni në çorape të pastër pambuku. Aty vendosni edhe pjesën e qepës dhe e mbani afër veshit për të lehtësuar problemin. Qepa do të arrijë të pastrojë ajrin. Qepa mund të përdoret edhe për të pastruar ajrin duke vendosur copa të saj nëpër zona të ndryshme të shtëpisë. Ajo do të përthith të gjitha bakteriet dhe viruset nga ajri. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga rënja e flokëve. Zjeni një kokër qep dhe lëngun e saj e përdorni për të larguar edhe problemet e zbokthit ose për të përmirësuar gjithashtu fortësinë e tyre. Qepët ndihmojnë për të ulur nivelin e sheqerit në gjak dhe këshillohet të përfshihen në dietën ushqimore të personave që vuajnë nga diabeti, citon dhe Healthline. Qepa ndihmon edhe në uljen e niveleve të kolesterolit. Në vend të ilaçeve me efekte të shumta anësore, mundeni të përdorni qepën për dietën tuaj. Personat që vuajnë nga kolesteroli, qepën mund të kenë një aleat të mirë të shëndetit të tyre, duke ndikuar kështu edhe në përmirësimin e shëndetit të trupit dhe duke mbajtur larg një sër problemesh, siç është edhe shqetësimi i kolesterolit. Konsumi i qepës së freskët është një zgjidhje shumë e mirë në këtë drejtim. Ajo ndikon pozitivisht tek astma bronkiale dhe pagjumësia. Ajo ka në përmbajtjet e saj squfur dhe quercetin, 2 antioksidantë që reduktojnë efektin e toksinave në trup. Qepët janë të pasur me vitaminën A, B, si dhe mineralet të potasiumit, kalciumit, fosforit, selenit dhe sodiumit. Varieteti i kuqe qepës është i njohur për vetitë e tij të theksuara antibakteriale. Nëse përtypni qep të freskët për 3 minuta, eliminoni të gjitha bakteriet duke parandaluar kështu edhe mpiksjen. Hollimi i gjakut gjithashtu mund të jetë një tjetër problem. Qepa mund të jetë një aleat shumë i mirë për personat që vuajnë nga këto shqetësime duke ndikuar me anën e tyre pozitive për mbrojtjen e shëndetit. Një përdorim i qepës është edhe ai për qëllime kozmetike. Mund të habiteni, por rezultatet që jep qepa në trajtimin e problemeve të lëkurës dhe të flokut
do ta bëjnë atë një nga aleatët më të mirë për shëndetin tuaj. Nëse vuani nga shqetësimet e zbokthit ose problemet të ngjashme me të ose rënja e flokut, qepa mund të jetë një aleat shumë i mirë i trupit në këtë drejtim, e cila do të ndikojë pozitivisht në mbajtjen larg të këtyre problemeve. Qepa ka cilësi të mira edhe për përmirësimin e imunitetit. Sipas ekspertëve, qepa duhet të jetë pjesë e pandarë për dietat tuaja. Qepa dhe hudhra janë elementi kryesor i kuzhinës. Shumica e gatimeve ka nevojë për qep dhe për hudhër për një shije më të mirë. Qepa jo vetëm që jep një aromë të shkëlqyer ushqimit, por gjithashtu është e shëndetshme. Në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet që merr trupi nga konsumi i qepës. Ajo është e pasur me bakterie të mira. Ne preferojmë të mos mendojmë shumë për bakteriet. Ajo bën pjesë edhe për përmirësimin e shëndetit. Qepa përmban përbërje të fibrave probiotike të cilat janë të mira për zorrët tuaja. Ato mundet të lehtësojnë florën e zorrëve dhe të rregullojnë nivelin e bakterieve. Qepët përmbajnë gjithashtu një substancë që stimulon rritjen e elementëve ushqyes dhe përmirëson shëndetin e zorrëve. Edhe zemra do të gjendet në mbrojtjen e konsumit të qepës. Ka pasur disa studime mbi efektet e qepës dhe gjakut tuaj. Këto studime tregojnë se konsumi i qepës rregullisht zvogëlon rrezikun e mpikses së gjakut. Përveç kësaj, padyshim që nuk ka kolesterol në qep sepse ato shtojnë shumë aromë. Pra, më shumë më mirë shtoni qepën në ushqimet tuaja pa krip shtesë për shembull, por do të përmirësoni edhe nivelet tuaja shëndetësore. Qepa ndikon edhe te sheqeri në gjak. Studimet kanë zbuluar se nivelet e sheqerit në gjak do të ulen ndjeshëm me përfshirjen e qepës në dietën tuaj. Nëse doni që të mos keni luhatje të forta të shëndetit tuaj, atëherë konsumoni qepën. Qepa është e pasur me oligoelementë si sulfuri, potasiumi, magnezi, fluori, kalciumi, fosfori, vitaminat, enzimat dhe elementë të tjerë ushqyes. Ato normalizojnë florën intestinale dhe pengojnë rritjen e substancave toksike që ndikojnë në shfaqjen e problemeve të zorrës së trashë. Lëngu i qepës me pak mjaltë është një recetë ideale kundër infeksioneve të rrugëve të frymëmarrjes. Ju mundeni të bëni gjithashtu gargar me lëngun e qepës në rast se keni dhimbje të fytit. Qepa përmban sulfur. Ky fundi të nxit prodhimin e kolagjenit dhe stimulon rritjen e flokut dhe pastron fytyrën nga aknet. Qepa njihet gjithashtu si një afrodiziak shumë aktiv. Është e rëndësishme për sistemin kardiovaskular. Substancat e sqyfurit parandalojnë trashjen e gjakut dhe formimin e trombëve. Gjithashtu, ju do të keni përfitime më të mira nga konsumi i qepës. Ato lehtësojnë djegjet e shkaktuar në kuzhinë dhe djegjet nga dielli. Qepa do të lehtësojë edhe problemet në çast duke përshpejtuar procesin e rigjenerimit të lëkurës. Nëse ju ndodh që të digjeni duke nxjerrë tavën ose ushqimin tuaj nga soba ose duke gatuar në tigan, mjafton të mbuloni zonën e prekur me qep dhe jo vetëm që do të përmirësohet, por do të përshpejtohet procesi i shërimit. Konsumi i qepës ndikon pozitivisht në organizmin tuaj duke u mbrojtur nga virozat e stinës. Qepët përmbajnë squfur, mineral i cili ka veti antimpikse. Këto përbërës ndihmojnë në parandalimin e grumbullimit të trombociteve të gjakut, shkaku kryesor i atakut në zemër. Konsumi i rregullt i qepëve gjithashtu mund të ulë kolesterolin, gjë që është e rëndësishme për zemrën tuaj. Qepa për një lëkurë të bukur dhe me shkëlqim. Aplikimi i lëngut të qepës në lëkurë do ta bëjë lëkurën tuaj të jetë më e shëndetshme duke parandaluar irritimet ose puçrat. Ajo do të ulë edhe temperaturën. Kjo metodë në duke si një shpikje nga gjyshet tona është në fakt një trajtim i pranuar edhe nga mjekët. Përpara se të vishni çorape, vendosni 2 feta qep të prera në shputën e këmbës dhe do të shikoni si do të ulet temperatura në pak minuta. Kështu përfitoni më mirë nga konsumi i këtij produkti. Qepa është një nga perimet më të lashta dhe kështu duhet të përfshihet me patjetër në dietën tuaj. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.